Qeveria shqiptare e majt, në fakt, në vitin e 13 të mandatit të saj, nuk siguron dot një minimum jetik për qytetarët. 40% e shpenzimeve familjare sot janë ushqimet. Në qoftë se çmimet e ushqimeve ishin 20% e atyre të Bashkimit Evropian në vitin 2012, sot janë 92% e çmimeve të Bashkimit Evropian. Sot pensionistët janë shtresa më e varfër. Qeveria përsëri dhe me këtë buxhet refuzon që të ngrej pensionet. Sot grupet sociale janë shtresa më e varfër. Shqipëria mbetet e fundit në rajon edhe për mbështetjen e grupeve sociale. Në të gjitha statistikat, Shqipëria është e fundit në Ballkanin Perëndimor. Në të gjithë treguesit, Shqipërisë duhen 53 vite për të arritur standardet që ka Bashkimi Evropian në kriterin ekonomik. Në 13 vitet e fundit asnjëherë ky parlament nuk është mbledhur për të menduar për shumicën. Asnjëherë ky parlament nuk ka diskutuar një politik, një mbështetje sociale që vjen në ndihmë të grupeve më të dizavantazhuara të ekonomisë. Dhe minimumi jetik është një kërkesë ligjore që ky parlament ka detyrimin ta miratojë. Në momentin që flasim është llogaritur 2 herë minimumi jetik, në vitin 2016 dhe në vitin 2022. Në të 2 herët llogaritja e minimumit jetik tregon që 55% e familjeve shqiptare nuk mbyllin dot muajin. 55% e familjeve shqiptare kanë vështirësi ekonomike. 55% e familjeve shqiptare sot janë nën këtë minimum jetik.